Nderim shumë i madh nga zemra. Shkon për vendin tem, shkon për popullin tim, cilët më kanë përkrahur gjithmonë pa kusht, edhe e di që unë jam për juve heroin, e di që më krahasoni me nanën Terezë, me Adem Jasharin, po duheni me ditë që motivi jam më i madh për më arritur në këtu ku jam sot, jeni ju. Kom punu gjithmonë 200%, kom jep gjithmonë më shumë se maksimumin prej vetes, veç për mos me ju shgënjy juve edhe me ju bo krenar. Po shpresoj shumë që ja kom arrit kësaj. Shpresoj shumë që ju kom bo krenar, ju kom sjell lot gëzimi, në momente të caktuara edhe lot hidhrimi. Mirë po, ka qenë nder, krenari, privilegj shumë i madh për mua. Ka qenë nder shumë i madh për mua, dhe përveç që Kosovën, me ju përfasu ju, populli jam, po jam mirënjohëse deri në frymën time të fundit, edhe ju du pafund. Për Majlindën, unë me fol me vite, po nuk du më zgjatë shumë, vetëm du më falëndëru edhe do t'jem mirënjohës deri në qelë si treneri yti. Më krenove mua, familjen tonë Gjudos, familjen tonë, dhe mbi gjitha krenove një kom shqiptara në mbanë botës. Dharë Zoti që tani të shkëlqesh në një detyrë të re, unë si trener të kom vendosë standardet shumë të larta, po me sinceritetin më të madh, të uroj që edhe në detyrën e trenerit bosh me sukses nëse. Ajo me të drejtë cilësohet si legjend e sportit të judos. Ajo me të drejtë konsiderohet heroin e Kosovës. Me 3 dekadat e jetës së saj, Majlinda u bë fytyra e Kosovës së sotme, që e bëri shtetin tonë të tillë çfarë e duam. Flamuri kaltërverdh valoi majave krahas flamujve të shteteve më të mëdha anë kënd globit. Fal triumfit të Majlindës. Majlinda është ëndra jon e realizuar, është vërtet heroina jon. Kosova për herë të parë u përfaqësua në lojrat olimpike Rio 2016 me Majlindën, dhe mu herën e parë ajo i solli Kosovës medaljen e parë të artë. Majlinda Tashetutje do ta vazhdoj rrugtimin e saj në angazhime të tjera në sport, ku besoj fuqishëm sërish ajo do t'jetë adresë e patejkalueshme e suksesit. Asaj i ka hije çfarë do shpërblimi, sepse ajo e meriton cilin do shpërblim. Majlinda guxoi për ta bërë ëndrrën e saj dhe të shtetit ton realitet. Ndaj si guximtare, këtë kapitull jetësor të saj nuk ka se si ta përmbyll ndryshe, pos edhe me një dekorat, e cila e mban edhe emrin e një gruaje tjetër po aq guximtare, të cilën do t'ja dorëzoj sot. Sikurse heroina jon, Shot Galica në beteja me pushk, Majlinda në beteja sportive, mbajti gjallë frymëzimin për brezat të tërë. Krenarin ton kombëtare, mbrojti dinjitetin ton dhe valviti lart flamurin e shtetit të Kosovës. Prandaj me përullësi të them faleminderit, Majlind.